E lënë në harres prej kohësh rruga Shkodër-Velipoj ka nisur që të mirëmbahet. Autoriteti Verior i Rrugëve ka kontraktuar një firmë për mirëmbajtjen dhe prej ditësh gropat në atë segment po riparohen në mënyrë që udhëtimi për turistët vendas dhe të huaj të jetë më i mirë. Të eliminojnë uljet, çdimet që janë dy karat të rrugës, që nuk mund të shprehim që mund të bëhet udhëtimi komod, se vetë punimet janë punime mirëmbajtjet, se që të bëhet udhëtimi komod do të thotë që rekonstruktohet rruga komplet, kimesh rreth 4 km. Pjesa më vështira është 14 km nga Harku i Bërdiq deri te ura e Xhollulit. Janë për të asfaltuar 1000 m2 me trashësi me bindër 6 cm dhe 9000 m2 me trashësi 4 cm. Periudha që firma e ka në padërnash është ose me garanci 2 vjeçare. Udhëtimi jo se mund të jetë komod, po do të jetë jo problematik. Vlera totale në 2 vite për mirëmbajtjen e rrugës Shkodër-Velipoj, por edhe asaj të Shirokës, është rreth 54 milion lekë të reja. Vlera është 54,1 milion lekë të reja. Me fjalë përfshihet rruga Harku i Bërdiq deri te Velipoj-Qendur, si dhe rruga nga ura Bunç e Shirokës. Mendojmë që punimet janë të kryer me cilësi të mirë. Gjithsesi, inxhinieri pranon se këto punime vetëm përmirësojnë situatën për momentin, sepse rruga Shkodër-Velipoj kërkon një investim total. Qofse krahun e majt, pa kapëm si krah. Është në rregull, krahi gjatë ka çdime ka ulje. Kemi të bëjmë vendet më delikate, më domosdoshme. Rruga të kthehet parametra siç kërkohet, me përshtat turizmit. Çdo kilometër duhet 10 milion lekë të reja. Tu i bën në shtresa përshmarit sikur ndërtohet autostrada. Edhe asfaltimit që janë bërë më përpara, ose që po bën tash nuk i përballoj të ngarkesa. Pazamenti ka ulje, rruga ka kanë në prezencën e laksinave nga përmytemi nga vitin vit. Pazamenti i kësaj nuk ka zëvërishte, si zona Mran Shkodër. Po sa krijum shtresat për smarit, kjo rrugë do të ketë probleme gjithmonë. Me një korrik është e lirshme për turizmin. Sezonin e kaluar amortizimi i rrugës së Velipojës krijonte probleme për turistët dhe pushuesit dhe me anë të kësaj ndërhyrje synohet një përmirësim i infrastrukturës në shërbim të atyre që do zgjedhin Velipojën për pushime.